se nuk ka tensione mes protestuesve edhe policisë. Ke vështirësi edhe ti, Renaldo, mos duhet largohesh prej aty, sa do je me maskë. Thirrje dhe brohoritje. Me maskë jam, por gjithsesi është pak e vështirë sepse ka një sasi të lartë të gazit lotëqellës që është hedhur përpara kuvendit. E kuptoj. Dëgjojmë thirrjet e protestuesve, qeveri e krimit, ndërsa po afrohet një grup tjetër i protestuesve përpara kuvendit. Situata u qetësua për pak qaste, por po afrohen sërish qytetarët dhe protestuesit përpara kuvendit. Pra, me sa duket, është shpërndarë pjesa e gazit lotësielës dhe ka përsëri një afrim të protestuesve. Kjo duket edhe nga pamja që më parë ishte e turbullt. Mirë, do të vijojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt, nderuar shikues. Kjo është situata deri tani. News 24 po e ndjek hap pas hapi protestën. Kemi qenë bashkë që prej orës 16:50 në nisjet kësaj proteste, në nisjet saj do të vijoni transmetimin dhe moderimin në studio me kolegun Klevi Muka në të gjithë live-in e përcjelljes çdo informacioni të fundit. Ju falenderoj për vëmendjen, do të jeni me kolegun Muka. Në transmetimin e drejt për drejt protestës së bashku nderuar teleshikues, jemi me pamje drejt për drejta nga ambientet jashtë parlamentit ku është vendosur protesta prej më shumë se 30 minuta tashmë. Ka patur gaz lotësielës nga radhët e policisë së shtetit, të cilët janë vendosur gardh në hyrje të parlamentit. Ndërkohë, prej disa minutash kemi duket si ping-pong mes protestuesve dhe efektivet policisë me gazin lotësielës që hidhet nga policia, por nga ana tjetër kthehet pas nga protestuesit. Në këto momente ka një distancë mes tyre, ndryshe nga fillimi i protestës para parlamentit, ku pati madje edhe konfrontim fizik mes disa prej deputetëve të Partisë Demokratike dhe efektivet policisë vendosur si gardh në portën kryesore të parlamentit. Shohim që komplet qarkullimi është bllokuar dhe vijojnë protestuesit, tashmë duken sikur janë afruar më pranë gardit policor, por për të mësuar më shumë ne do të kemi komunikim drejt për drejt me kolegun Osman Stafa. Osman, çfarë po ndodh? Atëre, Klevi, është ky ping-pong që është duke ndodhur, që ju e thatë, policia e shtetit hedh molotov në drejtim të protestuesve dhe ata ja kthejnë pas. Janë protestuesit më të favorizuar, duke qenë se era fryn. Nuk e di nëse ka dëmtuar Osman aty. Ishin pranë qytetarëve, ishin disa qytetarë të vendosur, ndjes që ndërpres. Atëre, punojësit e policisë janë duke hedhur vazhdimisht gaz lotësielës në drejtim të protestuesve, por këta të fundit ja kthejnë mbrapsht dhe duke qenë se era fryn në drejtim të kuvendit të Shqipërisë, ajo favorizon protestuesit, duke qenë se tymi lëviz dhe shkon në drejtim të kuvendit të Shqipërisë dhe do shikoni fare qartë dhe shtullungën e madhe të tymi që është krijuar dhe është vendosur pra në drejtim të kuvendit të Shqipërisë. Pra punojësit e policisë kërkojnë shpërndarjen e protestuesve, por këta të fundit janë duke vijuar të qëndrojnë këtu, duke lëshuar her pas here gur apo sende të tjera ndërtrim të punojësve të policisë dhe këta të fundit duke hedhur edhe gaz lotësielës. Ndërkohë që një njoftim të policisë së shtetit, më duhet ta lexoj, disa punonjës policie po marrin ndihmë mjekësore të dëmtuar nga molotovët, disa punonjës të tjerë janë dëmtuar tani nga sulmi me gur e sende të forta. Policia apelon për ndaljen e sulmit ndaj policisë. Të paktën ky është reagimi i cili ka ardhur dhe që më duhet pra ata lexojnë, ndërkohë nga ana tjetër protestuesit vijojnë të qëndrojnë përpara kuvendit të Shqipërisë, edhe pse
në drejtim të tyre vijon vazhdimisht në momentin që ata afrohen, policia e shtetit hedh gaz lotësielës në një sasi të paktën që sipas pra protestuesve është e konsiderueshme. Të paktën kjo është situata këtu përpara kuvendit, ndërkohë që protestuesit, ne do të bëjmë një panoramim edhe të protestuesve të cilët pra janë duke qëndruar përpara kuvendit të Shqipërisë, edhe pse ka pra vazhdimisht hedhje të gazit lotësielës, duke bërë edhe situatën këtu disi të vështirë, do shikoni edhe reagimet e njerëzve, duke qenë se me duhet përsëritës prapë se mi Klevi. Po. Osman, numri i protestuesve është i konsiderueshëm krahasim me numrin fillestar të protestuesve kur nisi protesta në orën 17? Po përpara kryeministrisë patjetër numri i protestuesve ishte i konsiderueshëm, ndryshe nga çfarë është përpara kuvendit të Shqipërisë, duke qenë se janë shpërndar disa herë me anë të gazit lotësielës, një pjesë e konsiderueshme është larguar, dhe këtu ka mbetur vetëm një vjetra qindra të tillë, të cilët janë pra duke qëndruar përpara kuvendit të Shqipërisë, por që policia e shtetit hodhi përsëri gaz lotësielës pra duke bërë që protestuesit apo dhe media të largohen nga vendi përballë pra kuvendit të Shqipërisë. Kujtojmë që thirrjet ishin të vazhdueshme në drejtim të qeverisë kryeministrit Edi Rama, kreu i Partisë Demokratike në fjalën e tij kërkoi atij dorëheqjen dhe vendosje në Shqipëri të një qeverie tranzitore e cila të bëjë të mundur zgjedhje të lira e të ndershme. Të paktën kjo është deklarata, ndërkohë që Sali Berisha këtë e ka cilësuar ditën e sotme, protestën e sotme, si një fillim të gjatë dhe që do të ketë edhe protesta të tjera të vazhdueshme. Të paktën nëse do të riprodhojmë disi fjalën e kreut të Partisë Demokratike, e cila do duhet theksuar në momentin që u hodhën Molotovët, ai qëndroi në foltore ku edhe mbaroi fjalën, dhe në momentin që edhe Molotovët që ishin pra hedhur në drejtim të kryeministrisë mbaruan, në atë moment ndërhyri policia e shtetit duke hedhur gaz lotësielës, por edhe ujë pra në drejtim të protestuesve dhe në drejtim të vendit ku ndodhej kreu i Partisë Demokratike, i cili do duhet theksuar, unë kam qenë afër atij momenti, e kam parë që u largua me vështirësi nga ata të cilët e shoqëronin. Të paktën këtë kam arritur ta shikoj vetë pra për gjatë gjithë kohës, ndërkohë që nga ana tjetër është duke ardhur edhe makina boti, i cili pra bën shpërndarjen e protestuesve me ujë. Është pra automjeti i cili ishte te kryeministria dhe bëri shpërndarjen e protestuesve duke hedhur ujë në drejtim të protestuesve, ndërkohë që po ashtu ky bot është ka ardhur edhe te kryesia e kuvendit. Qëndron vetëm rreth 50 metra larg vendodhjes ku ne jemi, duke qenë se ishte dhe sipas tyre është vetëm afër për të shpërndar protestuesit. Osman, shohim bodyguardët e zotit Berisha, nuk e dim nëse zoti Berisha ka ardhur aty në ambientet jashtë parlamentit, nëse ke dieni, sepse ne mund ta shohim më lehtë këtu nga ekrani. Unë jam në anën tjetër, Klevi, pra nga ana e botit i cili sapo ka mbërritur dhe nuk arrit të shikoj, por pra janë një grumbull protestues të cilët sapo kanë mbërritur dhe ndoshta do të shikojmë, do të afrohemi vetëm tani, nëse është apo jo kreu i Partisë Demokratike, pra Sali Berisha, i cili do duhet theksuar që u largua nga shoqëruesit e tij dhe për atij momenti ai nuk ka mbërritur tek kuvendi i Shqipërisë, teksa këtu ishin deputetët e Partisë Demokratike. Ne sa arrim të shuajmë ne, Osman, është zoti Shkëlqen Berisha dhe deputeti Arjan Doj i Durrësit, nuk është zoti Berisha, të paktën nga pamjet që mundsojmë këtu, po ne do të kemi një komunikim drejt për drejt me kolegun Renaldo Saliani. Faleminderit Osman për gjithë raportimin tënd. Renaldo besoj se është më pranë aty rrugës George W. Bush përballë parlamentit dhe mund të shuaj më mirë. Nuk e di nëse Renaldo më dëgjon. Dhe ka fokusin njësin e po.
Jemi këtu në rrugën George W. Bush, ku qytetarët janë duke qëndruar. Në këtë momente janë bodyguardët e zotit Berisha, ashtu siç edhe ju e thatë, dhe është edhe zoti Shkëlzem Berisha së bashku me bodyguardët e zotit Berisha, ndërsa zoti Berisha nuk ndodhet këtu për momentin. Kemi parë funksionar të tjerë të Partisë Demokratike që kanë qenë të pranishëm këtu. Deputet të Partisë Demokratike, zoti Arjan Doja ka ardhur në këtë momente, ndërsa po vjojnë të qëndrojnë përpara ndërtesës së parlamentit. Është parë të afrohet edhe makina e ujit, e njëjta makinë e cila është